Ndërtimi i një shkolle në Zibër Muris të rrethit Mat ka shkaktuar protestat e banorëve të zonës. Ata thonë se jeta e 300 nxënësve të shkollës së mesme të bashkuar është në rrezik për shkak se objekti i ndërtuar vitet e fundit është dëmtuar rënd. Muret janë plasaritur, sa kaq suvat kanë rënë ndërsa toka në të cilën është bërë ndërtimi po rrëshqet. Veç dëmtimit fizik të shkollës, nxënësit e fshatrave të Zibrit duhet të përballojnë motin e ftohtë të ditëve të fundit, si dhe rrugët tejet të dëmtuara, në të cilat ata lëvizin çdo ditë. Ministria e Arsimit dhe Sportit ka akorduar fonde për ndërtimin e një shkolle të re në afërsi të shkollës ekzistuese, por sipas banorëve të zonës, edhe ajo do të ketë fatin e shkollës që po shembet. Ky vend nuk është i përshtatshëm për ndërtim objektësh. Edhe inxhinierët e Ministrisë së Arsimit që kanë ardhur 3 herë këtu e kanë studiuar vendin dhe nuk kanë rekomanduar për ndërtim tjetër ma këtu. Ne kemi fëmijët aktualisht kemi pa shkollë. Ato janë në shkollë, por nuk ka shkollë sepse në çdo sekond atyre u rrezikohet jeta. E kanë jetën të pasigurt. Kjo shkollë këtu është do psoj fatin e 3 objekteve të tjera që për 25 vjet 3 objekte dalin jashtë përdorimit. Po duke marrë shkallë nga shkolla lart që fëmijët tonë rrezikojnë jetën, atëherë na friket për arsye se janë vend i lëvizshëm, spitali është i plasarit kompleksisht. Të shkosh të filmosh atje nuk rrihet mrena. Banorët kërkojnë që të vijë kontrolli i shtetit për të parë situatën nga afër, qoftë për rrugët, ashtu edhe për shkollën, pasi sipas tyre drejtuesi i komunës ka shpërdoruar detyrën.